plazh, po sa i kishim vendosur shamin, ka qenë shtator atëherë, para se të fillonte shkolla. Dhe gjë motosikletshme nuk kishte. Unë përpiqja të veja shamin siç e vej sot, me këto spilat që ndoshta ndonjëherë edhe çahem, por atëherë nuk e dia fare si funksiononin dhe mu hapte shamia gjatë ditës, më kishte ikur fare. O zot sa siklet, mami që thonë ore, po të duken flokët o po kështu. O ma po prit se s'po di si me vendos, nuk është se s'dua, mos na fut siklet, lutem. Edhe pas që nuk jam merja do dorën direkte që muajt e parë me shami me spila kështu të lidhur, vendosa të provoj ato shamit praktike, që vetëm fute kokën edhe je okej. Edhe kam mbajtur për ca kohë ashtu, shami praktike. Pastaj, duke u rritur, duke eksperimentuar, duke provuar më shumë, edhe sa më shumë vite të kesh me shami, aq më shumë stile din të bësh. I menaxhon edhe më mirë këto spilat. Edhe tek ky stili kam rënë rahat, kam një vit që po e mbaj vetëm kështu. Mund të mbahet vetëm me bardh apo? Jo. Gjitha ngjyrat i kam unë. I ke gjitha ngjyrat? Po, i kam. Kjo pas ka shpëtuar, pas kam parë vetëm me të bardh. Kam një garderobë të madhe që mami po më thot, lutem hiqi ca, fali ca, se nuk po dim ku t'i çojmë. Do me thënë, shumë ngjyra. Edhe ngjyra që nuk i vendos fare, ngjyra çuditshme që